Mjeku çudit botën, ky gabim që bëni me bukën mund t'ju kushtojë jetën. Buka është padyshim mrekullibërse dhe e shijshme edhe për qisat, por jo dhe aq e mirë për shëndetin tuaj. Buka është e para prej të cilës një person që dëshiron të humbas në peshë duhet të heqë dorë. Nga ana tjetër, teprimi me bukën shoqërohet me pasoja për organizmin. Dëgjoni me vëmendje arsyet pse nuk duhet ta teproni me bukën. Kur konsumoni më shumë bukë se sa duhet, do të rritet niveli i sheqerit në trup. Ngrënia e një koshi të tërë me bukë mund të nxjisë rritjen e tepërt të niveleve të sheqerit në gjak. Kjo ndodh te njerëzit që përballen me një rrezik të shtuar të shfaqjes së diabetit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Buka e bardhë përmban drithra të përpunuara dhe ka nivele të larta të glicemisë që përkthehen në nivelet të sheqerit në gjak. Do të keni më shumë uri. Kur vjen puna te uria, ka shumë rëndësi lloji i bukës që zgjidhni. Buka ofron karbohidrate të veçanta, ajo e bardha ka nivele të larta glicemie. Shumë studime tregojnë se konsumi i produkteve me nivel të lartë glicemie mund të shtojë urinë dhe të shtyjë njerëzit drejt tepricës. Mund të çojë në shtimin e peshës. Buka e bardhë nuk ofron fibra dhe as ushqyes të tjerë për rrjedhoj, nuk ju mbajnë të ngopur gjatë. Kësaj ju do të konsumoni më shumë ushqime se sa do të ndjeheni të uritur dhe do të merrni më shumë kalori që përkthehen në shtim të paevitueshëm të peshës. Probleme me tretjen. Një nga dizavantazhet e konsumit të pakët të fibrës është tretja problematike dhe konstipacioni. Për më tepër, buka e bardhë mund të përmbajë shumë kripër, veçanërisht nëse hahen disa feta njëra pas tjetrës. Konsumi i tillë i kripës shkakton fryrje në stomak dhe jo vetëm. Ekspertët këshillojnë të konsumoni edhe bukën e bardhë në mënyrën e frenuar dhe jo të tepruar, pasi mund të nxjisë edhe komplikacione të shëndetit tuaj. Kur zgjidhni një vend për të ruajtur bukën, keni një vendim të vështirë për ta marrë. Është kaq e lehtë të bësh një gabim. Nëse e lini bukën në paanakun e kuzhinës, ka një rrezik të konsiderueshëm që të thahet dhe të bëhet e fortë, veçanërisht nëse e keni prerë në feta. Nëse nga ana tjetër e ruani në një qese plastike duke besuar se do të mbrohet nga tharja, krijon kushte ideale për zhvillimin e mykut. Buka përmban në mënyrë natyrale një sasi të caktuar të lagështisë që do të konsiderohet edhe një zgjidhje e keqe. Disa njerëz besojnë se buka duhet të mbahet në frigorifer, por kjo mund ta bëjë më shumë dëm se sa dobi. Në kushtet më ajër të ftohtë dhe të thatë, molekulat e nisë shtesë në bukë rikristalizohen, duke çuar në një strukturë të thatë dhe të fortë në shije, e cila mund të ndryshojë nëse e mbani pranë ushqimeve me aromë të fortë. Buka është si floriri, nuk i pëlqen temperatura shumë e ulët dhe as shumë e lartë. Nuk ju pëlqen lagështia e lartë as më shumë e ulët. Përgjigjja është e ekuilibruar. Nxehtësia dhe lagështia në kuzhinë krijojnë kushte perfekte për rritjen e mikrobeve, ndërsa kushtet në frigorifer e bëjnë më pak të këndshme për të konsumuar, që do të thotë se do të jetë më e vështirë që ajo të ruajë edhe ushqyesit e saj. Dhe ai vend ku nuk ka pse të jetë fare në kuzhinë. Zhvendoseni në një depo që ndodhet jashtë kuzhinës ose të paktën, duke qenë se është shumë më komode ta keni pranë, zhvendoseni në një vend më pak të keq brenda kuzhinës, pra diku në temperaturë të qëndrueshme dhe larg nga burrimet e nxehtësisë. Për shembull, një kabinet i vogël larg sobës ose në një sirtar. Është një vend i tillë që nuk ekziston në kuzhinë, por opsioni juaj është të keni një kuti buke me cilësi të lartë që është krijuar për të rregulluar nivelin e lagështisë së saj. Një opsion alternativ është mbështjellja e bukës me letër dylli, e cila konsiderohet si zgjidhja më e mirë për ta ruajtur atë në temperaturë të freskët dhe gjithashtu larg nga lagështia. Sipas Step 12, është mënyra më e mirë që mund të bëni ruajtjen e bukës dhe mbajtjen e saj të mbrojtur kundër lagështisë së tepërt. Kështu do të keni një organizëm edhe më pak të prekur nga problemet që mund të sjellë myku në ushqimet tuaja. Sigurohuni që të gjeni vendin e duhur ku duhet të ruani bukën në mënyrë që ajo të qëndrojë plot me elementet e saj ushqyes dhe të mos ju mbasë vlerat.
Kohët e fundit, shumë njerëz po ndjekin regjime ushqimore që synojnë eliminimin e karbohidrateve për një kohë të caktuar. Me karbohidrate e kemi fjalën për bukën, makaronat dhe pijet e gazuara, sheqernat e të tjera, të cilat për shumë ekspert janë në fajtor të peshës së tepërt trupore. Para se të ndërmerrni që të merrni një hap të tillë, atëherë duhet të dini disa rregulla nëse konsumoni bukë. Më pak ujë në trup nëse hiqni dorë nga buka. Në momentin që vendosni të hiqni dorë nga buka dhe të kufizoni karbohidratet, do të vëreni se pesha juaj do të pësojë ndryshime më të shpejta. Mos u habisni, në këtë pikë trupi nuk shkrin depozita dhjamore dhe çliron ujin e tepërt. Konsumi i karbohidrateve shoqërohet gjithashtu me një akumulim të tepërt të ujit në organizëm që shkakton edhe fryrjen më të madhe. Mungesë energjie. Karbohidratet janë burimi kryesor i energjisë së trurit. Kur njeriu heq dorë nga karbohidratet, organizmi plogështohet sepse në vend të glukozës djeg ketonet për energji. Ky fenomen njihet si gripi i karbohidrateve sepse simptomat janë të ngjashme. Njeriu përballet me tharje të gojës, lodhje, dobësi, maramendje, probleme me gjumin dhe mjegullim të trupit. Më pak neps. Karbohidratet rrisin gjithashtu edhe nepsin dhe aktivizojnë edhe një sër varësie në trurin tuaj. Mungesa e tyre do të përshtas trurin në nevoja të reja. Në vend të ushqimeve jo të shëndetshme do të hani më shumë ushqime me fiber, gjithashtu edhe me pak sheqer. Do të ulë rrezikun e sëmundjeve të zemrës dhe diabetit. Karbohidratet e përpunuara nuk bëhen pjesë edhe buka rrit ndjeshëm rrezikun e sëmundjeve në zemër dhe diabetit të tipit 2 si thon Step to Health. Drithrat e përshtatshme nga ana tjetër janë ato që nuk përpunohen dhe lihen edhe në gjendjen e tyre të plotë. Këto drithra kolesterolin e ulin dhe gjithashtu ndikojnë në reduktimin e një sër komplikacionesh. Do të keni më pak energji kur hiqni dorë nga konsumi i bukës. Siç e cituam edhe më herët, karbohidratet janë burimi kryesor i energjive të organizmit. Në mungesë të tyre, trupi do të pësojë plogështi edhe më pak energji. Kjo mund të zgjidhet duke konsumuar drithra të plota të cilat janë burimet kryesore të hekurit, magnezit, gjithashtu edhe të vitaminave B. Do të keni më shumë probleme me tretjen. Konstipacioni gjithashtu është një efekt anësor i heqjes dorë nga buka dhe karbohidratet e tjera në përgjithësi. Studimet tregojnë se nëse hiqni dorë totalisht nga buka, atëherë do të keni probleme me tretjen, të cilat karbohidratet janë gjithashtu një zgjidhje e mirë. Do të keni luhatje të humorit. Karbohidratet rrisin nivelin e serotoninës të çliruar në tru, ndaj në mungesë të tyre njeriu është më i acaruar të përballet me luhatje të humorit. Prandaj ekspertët sugjerojnë marrjen e suplementeve të magnezit dhe mineraleve të tjera të rëndësishme për trurin, të cilat do të luajnë një rol të rëndësishëm për organizmin tuaj. Një fet bukë normale konsiderohet si një racion. Jo çdo fet është e njëjta me zgjidhje, ndaj kujdesuni që bukën ta konsumoni me drithra të plota. Po ashtu racioni ditor i bukës dhe drithrave është në varësi të moshës, gjinisë dhe aktivitetit fizik. Racioni i drithrave përmban bukë dhe çdo drithë tjetër që konsumoni. Ekspertët thonë se tek të dhënat e grumbulluara sipas Step to Health, gratë nga 19 deri në 50 vjeç duhet të konsumojnë 6 racione drithi në ditë. Gratë mbi 50 vjeç duhet të konsumojnë 5 racione drithi në ditë, ndërsa burrat nga 19 në 30 vjeç kanë nevojë për 8 racione drithi në ditë, ndërsa ata nga 31 në 50 vjeç kanë nevojë për 7 racione drithi në ditë. Burrat dhe gratë mbi të 50-ta duhet të konsumojnë 6 racione drithi në ditë. Fëmijët dhe adoleshentët kanë nevojë për më pak racione drithi në ditë. Është e rëndësishme që ta konsumoni bukën e plotë, pra sa më cilësore, për të marrë këto përfitime në mbrojtje të shëndetit tuaj dhe jo vetëm. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet
ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.